Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. I fejuari Roza Latit bie me parashut në nënhetim nga policia. Një ngjarje e pazakont ka ndodhur gjatë një mitingu elektoral 2 ditë më parë në Himar. Për të impresionuar qytetarët që në fakt s'ka nevojë për show, Vullnet Sinaj kishte menduar të shoqëronte fjalimin e tij me një spektakël ajror, një parashutist do të fluturonte mbi turmën. Por ajo që nisi si një shfaqje propagande, përpaksa nuk përfundoi në tragjedi. Parashutisti, i cili rezulton të jetë 28 vjeçari Jonathan Islami, i njohur si sportist i aventurave ekstreme dhe partneri i moderatores Roza Lati, humbi kontrollin në momentin e uljes dhe përfundoi përplasur në një pemë, pranë zonës bregdetare ku ndodheshin edhe shumë pushues. Fatmirësisht, Jonathani ndodhet jashtë rrezikut për jetën, megjithatë, ka pësuar një dëmtim në këmbë. Ngjarja shkaktoi panik mes qytetarëve të pranishëm, të cilët u vunë në rrezik nga ulja e pakontrolluar e parashutistit. Policia e Himarës ka reaguar menjëherë duke proceduar penalisht Jonathan Islamin për ulje të rrezikshme dhe të papërgjegjshme në një zonë publike. Materialet për këtë rast janë referuar tashmë në prokurori.